Siç e shikoni, kanë filluar punimet nga Bashkia e Himarës për përgatitjen e çeljes së sezonit turistik, i cili do të fillojë në datën 2 dhe 3 maj. Do të jetë një aktivitet pothuajse gjatë gjithë datës 2 dhe datës 3, kur fillon çelet në datën 2 me aktivitete të ndryshme sportive, aktivitete në det, aktivitete të tjera argëtuese, dhe do të mbyllet në datën 2 në darkë me performancën e këngëtares vlonjate Aurela Gaçe me bandën e saj. Ndërkohë vazhdon përsëri në datën 3 me aktivitete të larmishme nga vendi, por dhe nga vendet fqinje, të cilat do performojnë këtu në Potam, në Himar, dhe ajo që do të jetë kulmi, pika kulminante e këtyre aktiviteteve, pra çeljes sezonit turistik, do të jetë performanca në dark vonë nga një kompani franceze e cila operon në fushën e paradave apo festivaleve të fishekzjareve, e cila ka performuar, pra ka dhënë festivale të tilla në shumë vende të botës, në Dubai. Është për herë të parë ky aktivitet në Shqipëri dhe do të ndodhi këtu në Himar. Pra, me pak fjalë do të thoshja që Himara do të ketë aktivitete për 48 orë, pra nuk do të ketë gjumë për himariotët dhe vizitorët e Himarës në 48 orët, data 2 dhe data 3 maj. Po bëhen përgatitje padyshim jo vetëm për çeljen e sezonit turistik, por për gjatë gjithë sezonit turistik. Ne kemi pasur 10 një sezon të suksesshëm turistik, ku gati 350.000 turistë kanë vizituar Bashkinë e Himarës. Deri diku ja kemi dalë ta plotësojmë atë premtimin që kemi dhënë, ose kemi thënë që Himara do të jetë atraktive dhe vizitueshme për të 12 muajt e vitit, dhe jo vetëm gjatë sezonit turistik. Dhe mund t'ju them, tani jemi në muajin prill dhe siç e keni parë dhe ju, në Himar ka një numër të konsiderueshëm vizitorësh vendas, po sidomos të huaj gjatë gjithë këtyre ditëve. Pra, ne po punojmë që ta bëjmë realitet atë premtimin ose vizionin ton për ta kthyer Himarën të vizitueshme në 12 muajt e vitit. Ndërkohë, po punojmë në shumë qendra të tjera, jo vetëm në qytetin e Himarës, për të përmirësuar infrastrukturën, duke bërë investime në infrastrukturën rurale, në mënyrë që të qendra të ndryshme atraktive të bëhen më të lehta për t'u vizituar, për t'u aksesuar. Pra, jemi në këtë fazë ku punojmë intensivisht si Bashki e Himarës për të përmbyllur para sezonit turistik çdo objektiv që i kemi vënë vetes për të patur dhe si vjet një sezon të suksesshëm turistik. Mund t'ju them që vjet ka qenë një sezon shumë i suksesshëm turistik fal punës së Bashkisë së Himarës, fal bashkëpunimit të përsosur që kemi pasur me Ministrinë e Turizmit, me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, me Policinë e Shtetit, cilët gjej rastin t'i falenderoj, por edhe si vjet, fal këtij bashkëpunimi dhe fal aktivizimit dhe gatishmërisë së Bashkisë së Himarës, edhe si vjet do të kemi një sezon turistik shumë të suksesshëm, ku presim që numri i vizitorëve për këtë vit të jetë më i shtuar se vitin e kaluar. Himara është bërë pjesë e shumë revistave në radhë parë ndërkombëtare turizmi i Himarës, dhe po t'i referohemi edhe revistës Travel of Path, ku Himarën e ka cilësuar si xhevahirin e Mesdheut. Kështu që ne po përpiqemi që të mbajmë këtë nivel turistik në Himar, duke ofruar edhe turizëm cilësor, por dhe çmime të konkurrueshme me vendet e tjera.